e çkyçëm nga rrjeti kabllën cila ka qenë duke keq përdorur energjinë elektrike. Nga aty në shoqërim të njësive speciale të Policisë së Kosovës, ekipet speciale të Kecit nisën drejt një lokacioni tjetër. Informacionet inteligjente sinjalizuan për vjedhje të energjisë elektrike edhe të një konsumator tjetër në rajonin e Gjakovës. Këto informacione duhet trajtuar teksa zyrtarët e Kecit nisin punën për verifikimin e tyre. Edhe në këtë rast, konsumatori kishte të ndalë rrymë nga distanca për shkak të borxhit, por shtëpia vazhdonte të kishte rrymë. Ai kishte instaluar një lidhje direkte nga shtylla elektrike jo larg shtëpisë për t'u furnizuar me rrymë. Ka orën shtyllë, po e ka nashkalu, domethënë ç'ky është direkt në rrjet është. Energjia që shpenzoi nuk faturohej, rrjedhimisht vidhej. Ekipet speciale identifikuan burimin e keqpërdorimit dhe në pak minuta arritën ta eliminojnë keqpërdorimin. Provat e grumbulluara do të përdoren për procedurë penale. Konsumatori në fjalë ka qenë i çkyqur për distancë për shkak të borxhit, por ka bërë kyçe ilegale, domethënë ka anashkaluar njësorin, cili ka interpreter dhe ka keqpërdorur energjinë elektrike. E çkyçëm nga rrjeti kabllën cila ka qenë duke keq përdorur energjinë elektrike. Në 2 operacione në rajonin e Ferizaj dhe Gjakovës, ekipet speciale për gjurmimin e vjedhjeve të rrymes dokumentuan në 3 raste vjedhje të energjisë elektrike. Për vjedhje të energjisë, rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokurori që nga janari vitit 2025. Dënimi për vjedhje të rrymes mund të shkojë deri në 3 vjet burgim.